Unë e kam për shembull një mënyrë tjetër, në jetën time, një herë më ka ndodhur dhe njeriu për ta largu frigën duhet me luftu me frigën. Por nuk e luftove frigën, ajo gjithmonë ka me të ndjek. Prandaj ka lloj-lloj mënyra na si duhet ta luftojmë frigën. Për shembull, unë e kam bërë një punë të keqe ndaj zonjës, edhe shkoj i them fal, unë kam vepruar shumë keq për ty, apo ma bën halal. Thot jo, unë s'du me ta bë halal. Tham, okej, apo don me dam shpërblim me më thonë, jo, ato nuk po ta kërkoj. Tham, okej, unë nesër po shkojnë me denoncu veten policisë se të kam bë keq. Edhe në këtë moment friga hubet. Do me thonë, mos jetoni me frigë, ma mirë pastrojeni vetën, fleni rahat, edhe vetën e denoncon në policie, do të denoncon vetën, mirë, po para se me shku me denoncu, zonjes që i kam bo keq, se normal atë keqen që i kam bo, jo ma ka fut frigën. Jo, unë e kështu e vetën teme, ma mirë shkojnë në burg, se unë e kam shiu, ish katastrof, ish gjë e mirë, kur e ki ndërgjegjen e pastër. Në çfarë do lloj mënyra, mos jetoni me frigë, pastrojni ndërgjegjen, shkoni te personi, më fal zemër, të kam mashtru, burri gruas, më fal zemër, kështu më ka ndodhur. Ajo femra unë në zyret time që kështu i rregulloj problemet. Nuk është marrë burri me kërku gruas falje, sinqerisht, edhe mos me vepru, ajo me njëherë e ka pa grëbë, friga paraqitet sepse aty ekziston jo sinceriteti, jo turpi edhe gënjeshtra pra. Kështu, pastroje vetën, mami i shkon burg, krye burgin si burnesh, edhe si trim, edhe vlaje, baren burg vlen rahat. E jo ta njetën me perspektiv interesant. Friga tjetër ndryshe. Perspektiv që na legoj hapur. Friga institucionet. Po, friga tjetër Na vjen tani avokat ju nxjerrin prapë. Vetëm se një e keqe. Jo ti tu urbaje. E ka lyp. Vetëm se një e keqe kur shkonin në burg që unë kisha dhënë një kështu një apel. Po vestash po dënë me friksu. Ja, po. Qeveris, Po dënë me friksu për burgun. Në burgjet e Kosovës, në paraburgimet e Kosovës duhet me njëherë me u marrë masa sepse edhe të smurit psiqik, edhe narkomanët, edhe të shëndoshit, që e kanë ndërgjegjen e pastër, dojnë me falë namaz, dojnë mu knaq me të burgosurit, të gjithë jemi bashkë. Edhe kur jeti bashkë, aty nuk i qetësia së në burg. Kjo unë e paguj tatimin shtetit zotëni. Unë padu që afër burgut me u bo qendrat për rehabilitimin e të smurve psiqik edhe narkomanve, madje edhe ata narkomanët shpesher bëjnë krime, ata nuk duhet të futen me njerëzit e shnoshme një vend, por atyve duhet i bëhet trajtimi veçantë. Krejtësisht tem tjetër është kjo. Jo, kjo është për lidhët me shëndetin. Sepse çdo e katërta familje ka probleme me narkotikët. Prandaj, nëse ne nuk e zgjedhim këtë problem shëndetësor, gjitha ato biznese në për Evropë, une për veti kam dërmend me hap, afër burgut një qendër që këta të burgut që bëjnë krime dhe i kanë probleme psiqike apo narkotike, edhe ata e ta vuajnë. Besoni, para disa ditëve nana po lutët, amani ju koftë, mama një djalin burg. Djalin narkotik po i bën krejt familjes problem. Nuk është problem narkotiku. Problem është motra, vlau, nëna, vetë vrasjet, shkone mytë nanën për një dukat mi anëzer prej dorës. Këto janë problemet, na këshyrim vetëm materialisht me bo shkolla, me bo gjona tjera. Jo, ne kemi shoqërinë e smur, rinia jonë është rinia me përqindje më të madhe në Evropë, po ata të krahut kanë shku në për Gjermani, Zvicër, po këta të shkrimit punojnë, po ka dhe atyre që nuk i jepet hapësirë, pse e ke marrë drogën, nuk është problema, jo hiq. Ajo është bile në lindje, e kanë si një lloj medikamenti, por mos me ilan me shku ma shumë. Tema e narkomanis, tema e drogës, e narkotikëve, kërkon një emision të veçantë dhe të trajtohet me detaje, po faleminderit për këtë çast që e pa. Investitorët na dëgjojnë e bëjmë një qendër bashkë. Tash është fushat dhe mund ta premtoj dikush. Tash fushata duhet ta duhet lidhemi, do të kalojmë